E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak një deklarat në fakt që ka ndodhur në Big Brother VIP Kosova me Elionën. Eliona ka treguar në një bisedë në fakt që ka bërë me Klodin, ka treguar historikun e jetës së saj. Ajo ka përmendur 3 vite. 3 vite që ka qenë në lidhje me një djalë. Më pas, do me thënë, okay, unë kuptoj që mediat luftojnë për klikime, e kanë ndryshuar lajmin dhe kanë thënë që Eliona ka qenë 3 vite e fejuar. Tani në rrëfimin e jetës së saj, sepse nuk i kuptoj pse Eliona i përdor këto informacione të cilat nuk i ka fol fare në rrëfimin e jetës së saj, do me thënë nuk i ka treguar në rrëfimin e jetës së saj. Në rrëfim, Eliona nuk e ka thënë që ka qenë e fejuar apo që ka qenë në një lidhje me një djalë 3 vite. Tani nuk e kuptoj pse nuk e ka thënë këtë, ndoshta është mbrojtur nga familja, ndoshta është mbrojtur nga rrethi, apo nga paragjykimi. Ose e ka mekanizëm të lojës, që do me thënë gjërat e veta ti nxjerr avash avash dhe të jenë bomba për publikun, sepse ndoshta e dije se çfarë peshe ka në rrjetet sociale. Nga informacione që arrita unë të siguroj, do me thënë, Eliona nuk ka qenë e fejuar, ka qenë në një lidhje, do me thënë 3 vite, një lidhje që ka zgjatur goxha mirë dhe është pritur goxha mirë. Por do me thënë ka përfunduar dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse sot vajzat prej në moshën 15 vjeç kanë nga 2-3 lidhje dhe që ka një gjë e keqe që Eliona ka patur një lidhje. Nuk ka asnjë gjë të keqe, unë nuk e paragjykoj fare për këtë pjesën. Deri më sot nuk ka dalë çun që të flet në rrjetet sociale, qoftë edhe në formë intime, që unë kam patur një lidhje me Elionën. Eliona vetë ka pranuar që ka qenë 3 vite në lidhje, do të thënë ka qenë një lidhje e rregullt, por jo se ka qenë e fejuar. Çfarë mendimi keni ju për këtë bisedë që Eliona ja ka thënë Klodit, por nuk e ka hapur në rrëfimin e linjës së jetës së saj?